Muçi, për çfarë mbaj Muçin? Në qoftë se Muçi, Mehmeti nuk bën dot diferencën as me Andorën. Atëherë, çfarë gumulluarat e lojtarëve që kanë që luan Poloni? Ju Mizuni, është shumë mirë. Absolutisht. A u bën një zhurmë Absolutisht. A u bën një zhurmë e madhe një bruti? Pse s'futet ky bruti? A u bën zhurmë? Ai është marrë dhe për perspektivën. Një sekond për këtë brutin ç'a? A u lëritët gjithë. Pse është marrë bruti nga Kosovë? Po. Kosova u lëritëste. Që po na marrin lojtarët. Atëherë pse Do luaj nesër ai. Do luaj. Ai po Juli, po unë shikoj që Silvinjo nesër nuk e kishte as stol, e çun në tribunë. Pse e more? Po ju po dakord. Unë shikoj që nesër Silvinjon me Spush, gjithë këto emra që dha profesor Zhupa mund të jenë një maksimumi 2. Pra ai do unë shikoj dhe Julian Shell. Ai sot ka thënë, unë shikoj dhe Julian Shell nesër me Fush. Ka thënë ne kemi 3 sulmues. Pa i specifikuar. Nesër. Po sot, domethënë, ka thënë sot kemi 3 sulmues dhe nesër do vendosim për të 3. Se kush janë? Flori, mendimi juaj. Nuk mendoj që do jetë ndeshja që lehtë thotë po themi, Nuk thamë që është ndeshja lehtë. Duket ekipi lehtë, ndoshta do të bëjmë këto lojtarë që futen për shembull Julian Shehu apo të marrim më shumë minuta, po nëse trajneri është në fillim, mendoj që do fillojmë. Mendoj që do fillojmë formacionin më të fortë. Shumë lojtarë. Lojtarë që luan 90 minuta, edhe është konsistent te ekipi vet Poloni. Është lojtar shumë i mirë. Po të shprovua si RS mund të bëhet me eksperiment. Landi tani se ka Po ai nesër trajneri ka probleme. O Landi nesër trajneri do të fitoj patjetër se i lë fundet të puna pasaj, e kupton? Po si mund ta bëj eksperimentin ashtu, nuk bën eksperimente të Aty që i ke ka. Aty ke manën që ke nesër, që ke pas në stol. Ke më dakord. Po si mas dëmtimit, mana e ka bërë kaq gola ato 3 javë. Çfarë tani për 30 minuta marrë për punë lozë. Akoma sa dy ka qenë manë fush. Se kemi pas akoma apo? Edi, a ishim dakord ne që nesër do rri me blok të ulët Andora? Patjetër. Dhe duhet fusim lojtar që janë teknik, që krijojnë superitet numerik. Kush ta krijon superitetin numerik? Muçi e krijon. Muçi. Po. Patjetër. Asani e krijon. Asani e krijon. Dhe Bajrami e krijon. U bën 3. Aslanin linjat qendrore. Aslani do jetë rregullatori që të rrit më mbrapa. Do të fusim dhe një teç tjetër që të shkon box to box. Po mund të jetë balliu me linj, Po shumë mirë. E merr. Dhe është kjo box to box për ata që se kuptojnë? Domethënë, lojtari me fushor ditë të veprojë nga nga kjo zonë te zona tjetër. 16 metra e veta, te 16 metra tjetër. Vertikalizon shumë mirë si me top, si pa top. Dhe sidomos ka shikim periferik. Dhe kur thyet aksioni ai kthehet mbrapa. Ka ekuilibër. Truan ekuilibër. Ku e le? Për shembull, edhe do të thoja që lojtar si Muçi mund të jenë shumë nevojshëm në zonat ngushta dhe mund të bëjnë diferencën nesër. Dhe duhet patjetër që të fusim lojtarët edhe të freskët fizikisht. Dhe Muçi apo Hoxha apo shumë lojtarë tjerë apo Mehmeti që nuk është thirrur janë prova shumë të mira për të bërë diferencën se kur do t'i fitojmë këta lojtarë. Kishte ai Bajaziti. Se nëse ose Bajaziti më dha diferencë. Po merrem me emrat. Po nëse këta lojtarë nuk bëjnë dot diferencën as nesër. Që do të profesor Zhupa që thotë nuk duhet luaj Julian Shehu apo Bajaziti se s'kan minuta, s'kan luaj. Dikur do të thash shumë. Por minuta, sa thash për minuta. Ku e thash për minuta? Po mirë, the që nuk kanë luajtur ndonjëherë. Po patjetër. Po mirë do luaj, ka një herë. Po mund të kesh. Ka një parë që luaj. Landi, mund të ketë një rezultat pjesa parë 2-0 për Shqipërinë. Dhe s'ka mendim jo absolutisht. Po jo me ke gabim. 3-0 do të fusë. Po jo me ke gabim Landi, se është ekip kombëtar, nuk është ekip klubi. Për promovim, është ekip kombëtar. Ca të lodhur ishin. Janë të lodhur, kush sa janë të lodhur? Kush e ka testuar që janë të lodhur? Atë e di tjetër kush. Atë e di analiza e White Scoutit që shikon metrat, shikon kalorit, shikon zonën ku ka qenë. Pra tani mos më flasim në kot ku tash më flasim të lodhur. Po si janë të lodhur? Ku e beti që janë të lodhur? Po i pasu çfarë në fush? Çfarë në fush? Po pasu sa mori një balans. Po te nuk pa di linja neshja. Ke gabim. Atë ku s'ke ka nuk e di. Ekip që bën 800 pasime përpara vazhdimit të lodhur çdo lojtar që gati. Ore, lojtari kur është i lodhur, shikohet volumi, po, ja, ta bashkimi. Bashkimi e tha shumë mirë. Sa volum ka për lojtarin në këtë ndeshje? Ka shkuar ke 14 kilometrat. Nëse ka shkuar ke 14 kilometrat, hajde tulemi me stakin mjekësor, të bëjmë rikuperime dhe të shikojmë për ndeshjen. Po jo më Landi, ajo ka qenë lodhje më shumë
mentale aty brenda nga qarkullimi i topit se sa ka qenë në lodhje fizike. Lodhja psikologjike ka qenë e madhe. Nëse dakord, ti ke mendimin tënd, Jo, unë nuk kam mendimin tënd, unë çfarë lexoj atje, gjykoj dhe them me mendjen time. Pjesa tjetër. Problemi është që Shqipëri ka 2 milion trajner. Është gjithë botën e. Sa jemi ne profesor? Brazili mund të ketë 100 milion trajner. Shkuat e ke komisioni zgjedhjeve, sa njerëz janë, gjithë trajner. Kur nisa Vitet 90 me licencë. Në çdo referim profesor ka thënë pa dashur për trajnerin. Si? Receta e Receta Vasilos, jo kjo s'është kjo. Kjo është ora për Andorra. Ora për Andorra. Do dalin 2 milion tjerë thonë, pse ka foto. O, sulqet lutem, t'japi mendim dhe tani për formacione edhe Landi. Mjeshtri topit do japim vazhdim. Nuk e pranojmë mjeshtrin. Unë jam për Pajaziti, po them. Po mirë më Landi Sepse rregull. fiton, jam për Julian Shehu të marrim minuta sepse prapë marrim ka minuta po them. tjetër. Jam për Muçin, jam Landi, për Hoxhën. jeta është perceptim. Edhe futbollistët e kanë perceptim, dhe trajnerët e kanë perceptim, edhe tifozët e kanë perceptim. Çdo njeri vendosi mas perceptimit vet. Por ai që është fare ai do vendosi, sa Jo, ishte ai do vendos, ai di shumë mirë gjendjen, e shikon atë në fushë. Ka fatin më të madh, sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë ose shumë rrallë ka ndodhur që një trajner të ketë kulmin e vet profesional, marrësh një ekip kombëtar, pa qenë as kërkush. Ja, po ka qenë dikush ai. Ti je zëvendës trajneri i ekipit Brazilit. Po patjetër. Ka qenë te Interi me Mancini, nuk Po jo, ma një minutë, ka qenë jo një minutë. Kjo Brazili ka që paruar është ai. Që Jo, ka zëvendës trajneri. ti je trajneri i ekipit Jo, kombëtar. Silvinho është në objektiv. Zabaleta dhe tjetër. Majni mend se do mbaroj këto eliminatore. Po do mbaroj, do themi. Po e pat, po ja djut emrin. mirë. Adem Bashkim, ai na çojnë Ne dimë në Evropian. historinë që ku marron në dorë po të shkove kampionat botror. Nuk duhet të tregojmë, duhet të tregojmë mirënjohsa, sepse ai trajner na çojnë në Evropian, duhet t'i japim vlerë, duhet të mësojmë me institucionin e trajnerit që t'i japim kohë të punoj. Pjesa tjetër është akoma ngara, ai një ndeshje ka lozur në Angli. Tani shikojmë nesër. Po vend foni që dolin ligë. Ishte era e dytë kjo, Mbas ajo ka qenë në pjesë tjetër. Dolin vend fonit ligën e kombeve. Ku t'i japim me Po doli vend fundi, po doli me 7 pikë. Kush more? Ky Shqipëria. Nuk ishte. Pikë me 7 pikë, a dole Po jo vend për tani. fonit. Mund ta shohim. Ne kemi shumë të lehta paragjykojmë kur merr rezultat negativ. E di që nesër do thurren elozhe dhe fjalë më të mira për Silvinjon që bëri një ekip shumë të mirë, nesër fituan 4-0. Ë? E di që do fitojë Imagjinoni çfarë do po të mundim Serbin që është short, çfarë do thonë për Silvinjon? Bëhet më mirë për ne. Ero kombëtar. Silvinjo duhet të ndryshojë o zotëri. Silvinjo duhet kuptojë që ca lojtar aty i ka limitet. Ti gjej pozicione të tjera, edhe nuk shkon ajo punë. Duhet të ndryshojë. Përfundimisht, se ti e shikon 1, 2, 3, 4, 5 ndeshje, 10 nuk po të shkojnë. Atë ndryshon. A ka ndërhyrje Silvinjo ku merr ekipin kombëtar. Këtë herë pati ka të mungesa titullare. Sulte. Shiko, ne jemi 8 veta këtu dhe flas. Mendime nga të nërse dhe është e natyrshme të mos mendojmë. Për ekipin kombëtar po flas. Vetëm ne kemi ne duhet jemi gjithë në një mendje. Që? Botrori jon është Serbia. Okej. Ky është kundërshtari jon. Okej, në rregull. Serbin, Atë